fol me fjalë dhe ka bërë provokimet e saj me fjalë, pa ofendime, pa bullizime, ajo është okay. Pa ofendime, pa bullizime. Po pra prandaj po them çfarë të thash që ti mendon që ajo mund të dalë nominim me ty dhe Rogertin. Po ajo nëse është krenare për këtë që ka bërë dhe më qesh në fytyrë, edhe i thot e nxit një mashkull, si puna Inës atëherë që e nxiti Kesin. Po. Shumë gabim. Shumë gabim është. Të ka ofenduar me fjalë? Po e çfarë s'ka thonë me fjalë? Ka 2 javë që çfarë s'bën. Në rregull. Se s'është se s'po vjen situata nga sot. Ka 2 javë kjo gjëja. Ajo deshe më futi gishtat në sy mu kur isha te krevati. Ja hoqa dorën në shtyre, thash. Nuk bën tani mu qupi ati dhe provokimi mja hi asojnë atë plastikës. Shportës. S'panë. Më mirë shportës apo... Jo, as shportës sa s'kokujna. Po mirë, unë doja shportën. Shporta, merremi dhe me shportën në Gimbo tani? Po s'po merrem me shportën, po të treku që të kesh ti del kesh begret. Sonë petit, sonë vetëm temperament edhe di që zhagoj. Po nuk ka shanse që një burr fusi duart, okay? Po Greta ti ike, ne me ato u morëm. Ne nuk po themi Greta ka gabim. Ti ike, ne me ato u morëm. Ne nuk u e qepon gojën dhe trim kështu, kupton? Ne s'po themi çfarë s'ka gabim, ne po themi ti, nëse mendon që kjo gjë ka çuar në televotim ato të tre, ju Ela motër është më se e pastër. S'të ka bërë asgjë. Dhe nëse ti do e kishe justifikuar veten tënde, nuk kishe pse më përshty ju Ela. Nëse ti do e mendon në një mënyrë, po ajo shkaktarja ka qenë. Ajo ka situatën. As nuk futi durët, as nuk ka ofendu, as nuk ka bullizu. Ajo ti kishe me Roger, ajo ka qesh, do me thënë qesh me një situatë të tillë. Në rregull Greta, nëse unë po vi dhe po flas me ty tani këtu, nuk po të gjykoj ty çfarë bëre, se ty të gjykon tjetër kush, nuk gjykoj për gabimet e tua. Unë po të flas për të shpjegoj pikpamjen time, si më duket mua ky veprim jote. I gjithë gjës. Unë kur ike ti, unë u mora me Rogertin. Shumë bukur. Se ju Ela futet dhoma dëshirave. Unë nuk ndonja aty këmbë për mbi këmbë, edhe të prite unë të gjithë nga emocione sipër ti ke qenë e parë që i ke hep ushqim Rogertit, edhe të gjitha, se të gjithë kanë bërë, kupton? Jo, thjesht po them që të gjithë kanë bërë, kupton? Në emocione e sipër. Unë nuk po ndërhyj më. Po pra, në emocione e sipër, super. Njeriu edhe me mua, sepse nëse unë merrem me Rogertin, Rogerti mua ma ka bërë përborxh nga dita 1. Po edhe ju Ela ma ka bërë përborxh. Ju Elës për Rogertin, kam shkuftur me Rogertin. Edhe ju Ela ma ka bërë përbërë. Me u krahasu me mua, më thuaj që ajde krahas. Me mua nuk ma ka bërë përbërë. Po as ti këtu brenda. Për rëndesën e veprimeve që kam pas unë, edhe për mënyrën se si është sjellja ime me mua. Edhe ju Ela më ka kërcënuar nga jashtë. Nëse Rogerti ka marrë atë kundër përgjigje, ka marrë për bullizime reale, për ofendime reale, për akuza reale, edhe për cënim privatësie dhe për prekje. Patjetër, si puna ju Elës. Nuk ka marrë për Rogertin, se ka marrë Mateo. Se din, po më lodh kokën, edhe ju Ela, po them. Edhe ju Ela ka shpif për mua. Nëse do që unë t'jem korrekte dhe mos dalësh aty dhe të flasësh prapë që ajo mua s'më mbrojti, nëse do unë të mbroj, unë do të mbroj për çfarë duket mua e drejtë. Unë për veprime jo korrekte nuk të mbroj dot jo ty, as veten time, as asnjë. Mos u krahaso sepse nuk është mënyra e duhur për të mbrojtur veten tatë, duke krahasuar me mua. Nuk, thjesht po them që ne emocione unë nuk po të gjykoj ty dhe nervat e tua, unë po të gjykoj veprimet dhe ti thua që unë dua ne të tre të dalim në televotim. Ajo është më se e pastër. Okej? Tani rri dhe krahaso me veprimet e mia se më pastër do dalësh. Po unë më budallaqe. Po i ka budallaqe.